Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Do të fillojmë menjëherë me temën e parë të emisionit të sotëm që ka të bëjë me konfliktin e ashpër Rusi-Ukrainë dhe me zhvillimet në dhe përreth Ukrainës. Ato kanë qenë të shumta dhe teje dinamike. Në intervistën e parë për këtë çështje, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte të kem zotin Oleksi Gonçarenko, deputeti i Parlamentit të Ukrainës dhe antar i delegacionit të Ukrainës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Zoti Gonçarenko, të falenderoj për kohën dhe doja t'ju pyesja fillimisht, si e vlerësoni ju takimin që sapo përfundoi në Moskë mes të dërguarit të posaçëm të presidentit Trump, Steve Witkoff, dhe presidentit Putin. Zëdhënësi i Kremlinit e cilësoi atë një takim tejet konstruktiv. Nuk e di sa konstruktiv mund të ketë qenë ky takim, sepse nuk kam shumë informacion. Por është i qartë që deri tani pengesa kryesore për paqen ka qenë Rusia. Amerikanët duhet t'i kenë shpjeguar Putin se cili do t'jetë çmimi për Rusinë nëse ai do të vazhdojë me luftën e tij dhe nëse do të vazhdojë të vrasë civil në Ukrainë. Unë pash postimin e Trump në rrjetet sociale se pas sulmit të tmerrshëm në Kiev, ai i bënte thirrje Putin që të ndalonte. Megjithatë, zoti Gonçarenko, po fillojnë gjithmonë e më shumë të dalin nga mediat autoritare si Reuters e tjerë detaje të planit të marrëveshjes amerikane me Rusinë dhe duket sikur ato nuk sjellin asgjë të mirë për Ukrainën. Kam përshtypjen që presidenti Trump dëshiron armpushim të menjëhershëm, njohjen e amerikanëve të Krimes si territor rus dhe njohjen de facto të territorit tjetër që është pushtuar ndaj Ukrainës gjatë pushtimeve të fundit. Këto nuk janë as pak optimiste nga këndvështrimi Ukrainës. Sado i çuditshëm të duket plani apo i ndryshëm, ai mund të jetë i pranueshëm vetëm me përjashtim të njohjes së Krimes nga si tokë ruse. Ne nuk duam të lëshojmë territor dhe nuk do ta njohim kur atë pjesë të territorit ton si rus, por nuk kemi mjete për të vepruar. Ndaj nëse do të duhet, ne në Ukrainë do të bëjmë gjithçka për të arritur paqen. Nuk është e drejtë, por gjithsesi Ukraina nuk do ta njohë kur territorin ton si rus dhe shumë vende të tjera, kryesisht ato evropiane, nuk do ta njohin kur atë pjesë të territorit ton si pjesë të Rusisë. Ky është pozicioni ynë. Si e vlerësoni ju, zoti Gonçarenko, këtë qasje krejtësisht të ndryshme të administratës së presidentit Trump ndaj Ukrainës dhe Rusisë, krahasuar me atë çka ishin administratat e mëparshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Kontrasti është tejet i fortë. Është shumë ndryshe, është e vërtet. Administrata e presidentit Biden ishte më mbështetëse ndaj Ukrainës se sa administrata aktuale dhe por gjithsesi edhe gjatë
qeverisë së tij lufta vazhdoi dhe Ukraina nuk u fut në NATO. Tani me Trump ne synojmë që të arrihet një paqe afatgjatë, që nëse arrihet do të jetë një arritje e madhe. Nuk mund ta kritikoj presidentin Trump për momentin, vetëm sepse ai ka zgjedhur një drejtim tjetër. Ai është i vendosur të arrijë paqen dhe neve në Ukrainë paqja na duhet. Hesapet mund t'i bëjmë më vonë pasi të shohim se çfarë do të ndodhë. Zoti Gonçarenko ka bërë shumë buj një intervistë e zotit Vitali Klitschko dhënë për shërbimin botëror të BBC-s, kur ai deklaroi që mund të pranohet edhe humbja e territoreve, humbja e përkohshme e territoreve për të vendosur armëpushimin afatgjatë. Ju a jeni dakord me një qasje të tillë? Jo, siç e thash, ne nuk do ta pranojmë kur, nuk do ta njohim kur territorin ton si tokë ruse. Rusia kontrollon 20% të territorit ton dhe fatkeqësisht ne nuk kemi forca për t'i dërbuar ushtarët e saj. Rusia do të vazhdojë t'i kontrollojë ato, por kjo nuk do të thotë që ne duhet t'i njohim ato si ruse. Even this thief, he or she has this phone, but this phone is yours and it will be yours forever. Këto toka janë tonat dhe do t'jenë tonat për gjithmonë. Zoti Klitschko para pak qastesh e sqaroi pozicionin e tij në rrjetet sociale, duke thënë se intervista në BBC ishte një keqkuptim. Unë nuk jam sekretari i tij, por I takon atij të thotë atë që mendon. Ne nuk do t'i njohim kur ato territore si ruse, por është e mundur që paqja të arrihet edhe paqja, por territoret do të mbeten ilegalisht të pushtuara. Zoti Gonçarenko, si e vlerësoni ju mbështetjen që po ju japin fuqitë kryesore perëndimore dhe përpjekjet intensive diplomatike të Europës perëndimore për të mbrojtur, mbështetur politikisht, diplomatikisht dhe ushtarakisht Ukrainën në ballafaqimin e saj me Rusinë? Unë dua t'i falenderoj të gjitha vendet që mbështesin Ukrainën. Vendet evropiane janë më të rëndësishmet, por në të njëjtën kohë duhet të jemi sinqert dhe të them se Evropa ka humbur kohë për të forcuar, për të vetë forcuar ushtarakisht dhe në vend që të zhvillonte prej kohësh ushtritë e saj, forcat e saj të armatosura, ajo mbështeti tek Shtetet e Bashkuara dhe ky ishte një gabim I madh, një gabim që fatkeqësisht vazhdon, pasi Evropa nuk e kupton ende që Rusia është një kërcënim I madh për të dhe se Putin nuk do të ndalet. Ai aktualisht po shqyrton situatën dhe konsideron Evropën të dobët. Sidomos, kur Shtetet e Bashkuara të Donald Trump deklarojnë se nuk do ta mbrojnë më Evropën. Në fund të ditës, Komisioni Evropian, Komisioneri Evropian për Mbrojtjen, kishte të drejtë kur tha: nuk e kuptoj përse 400 milionë evropian të presin që 340 milion evropian t'i mbrojnë nga 150 milion rus.
Dhe kur Evropa ka edhe mbështetjen e 20 milion ukrainasve, Evropa është e pasur, e zhvilluar, por e dobët ushtarakisht. Dhe ky është një gabim i madh i saj. Edhe pyetja e fundit, zoti Gonçarenko, çfarë prisni ju të ndodhi në perspektivën afatshkurtër të zhvillimit? Prisni armpushim të shpejt, prisni negociata, sepse luftimet vazhdojnë dhe fatkeqësisht bombardimet dhe vrasjet e qytetarëve ukrainas në shumë vende në shumë qytete të vendit vazhdojnë me intensitet. Shtatë ditët e ardhshme do të jenë jetike, vendimtare, nëse do të arrihet marrëveshja, nëse do të ketë armpushim, apo nëse do të vazhdojmë të paktën deri në fund të vitit. Ne duam një paqe afatgjatë. Zoti Gonçarenko, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndat me shikuesit e Euronews Albania. Mbarësi popullit Ukrainas. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ndoqet një intervistë me zotin Oleksi Gonçarenko, deputeti i Parlamentit Ukrainas dhe njëkohësisht një nga figurat drejtuese të delegacionit të Ukrainës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës. Zoti Gonçarenko është një nga figurat më të njohura të Ukrainës në mediat ndërkombëtare, ku artikulon qasjet e tij dhe jo vetëm të tij për sa i përket esurisë së konfliktit armatosur mes Rusisë dhe Ukrainës. Por siç e ndoqet këtë intervistë, situata është tejet komplekse dhe ajo përndohet gjithmonë më shumë për shkak të ecurisë së konfliktit dhe presionit të vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për arritjen e një armpushimi dhe një armpushim i afatgjatë, siç pretendon administrata e presidentit Trump, por me kushte. Madje, siç e përmenda dhe në një nga pyetjet që i drejtova zotit Gonçarenko, presidenti Trump në atë që po njihet si platforma e tij për t'i dhënë fund konfliktit, dëshiron armpushim të menjëhershëm. Por, njohje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Krimes si territor rus dhe njohjen de facto të territorit tjetër që i është marrë Ukrainës gjatë pushtimit të fundit. Sanksionet ndaj Moskës do të hiqen dhe Kievi do t'i ndalohet të antarësohet në NATO dhe Zelenski duhet të bjerë dakord që Shtetet e Bashkuara të shfrytëzojnë pasurinë minerale të Ukrainës. Por siç e nënvizoi në mesazhin e tij të fundit zoti Gonçarenko, java e ardhshme do të jetë kritike dhe Euronews Albania do të jetë këtu për t'i analizuar ato. Ndrojmë tani krejtësisht temë të informacionit ton për të vazhduar në territorin e Ballkanit. Unë kam kënaqësinë që për të analizuar disa nga zhvillimet kryesore të jetës politike në Serbi, të kem në lidhje direkte nga Beogradi zonjën Sonja Biserko, themeluese dhe kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi. Zonja Biserko, ju falenderoj që gjetët kohë. Faleminderit juve. Zonja Biserko, ju merrni jo vetëm me të drejtat e njeriut, por në karrierën tuaj keni qenë dhe diplomate e spikatur. Dhe unë doja ta filloja me lajmin e fundit. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe, Porifie, ka qenë në Moskë dhe është takuar me presidentin Putin në një takim shumë të gjatë. Si e keni parë ju si vëzhguese e imët e këtij realiteti, këtë takim në Moskë? Well, I think President Vučić has Mendoj se instrumentalized him to confirm Presidenti Vučić ka dashur të konfirmoj vizitën e tij në Moskë më 9 maj, ka dashur të tregoj se kisha është për krah tij, por takimi mes patriarku dhe presidentit rus ka pasur një pritje negative
pasi është përmes saj I është kërkuar ndihmë Rusisë për të luftuar kundër revolucionit që po ndodh në Serbi, kundër protestës së studentëve. Mendoj se përballë kësaj situate në Serbi do të krijohen shumë probleme. Së dyti, presidenti Vučić ka konfirmuar se do ta ndjek, do të marrë pjesë ceremoninë në Moskë, përmes të cilës dëshiron të tregojë se ka një fuqi të madhe që e mbështet. Ai kërkon mbështetjen e Rusisë në këtë moment të rëndësishëm gjeopolitik. Zonja Biserko, ndjes që ju ndërpres, doja të citoja kryepeshkopin Profirie, ku thot: ne shpresojmë ta kalojmë këtë sprov. E dim dhe e ndjejmë se është perëndimi ai që nuk dëshiron zhvillimin e identitetit dhe të kulturës së popullit serb. Lutjet tona janë me ju, presidenti Putin, dhe ai e cilëson lëvizjen studentore revolucion me ngjyra. Përse kryepeshkopi Porifie merr një qëndrim kaq të hapur pro presidentit Vučić dhe kundër lëvizjes studentore e cila ka marrë për masa të gjëra në Serbi? Sepse patriarku konsiderohet një mik I ngushtë I presidentit Vučić dhe ka bërë deklarata të forta edhe para se të shkonte në Moskë dhe kërkon ta portretizoj studentët si terroristë që po mundohen të shkatrojnë vendin. Jo vetëm patriarku ka përdorur këtë retorik dhe vizitën në Rusi. Moska e ka këshilluar Beogradin që t'i luftoj revolucionet me ngjyrë. Dhe kjo është diçka shumë shqetësuese, por Moska tregon se Vučić si president nuk është në gjendje të plotësojë kërkesat e tyre. Ai nuk është në gjendje ta menaxhojë krizën dhe as të bëjë kompromise. Por po përpiqet të shpëtojë, të reagojë përmes një retorike radikale, duke përdorur në disa raste edhe dhunën. Ai është I trembur nëse do të angazhohet më tej në akte dhune, pasi gjithë vendi rrezikon të ngrihet kundër tij. Ndaj në këtë rast, ai dëshiron të tregojë se ka Rusin për krah dhe jo vetëm, pasi Donald Trump Jr. do të vizitojë Serbinë së shpejti. Pra është me këta dy aktorë në këto momente dhe kërkon të shpëtojë postin e tij dhe të mbijetojë politikisht. Qartë. Zonja Biserko, ndjes që ju ndërpres, ju e përmendët faktin që kryepeshkopi konfirmoi vizitën e presidentit Vučić në 9 maj në Moskë. Por Bashkimi Evropian ka nënvizuar që një vizitë e tillë nuk është e pëlqyeshme, nuk do të pranohet dhe do të ketë pasoja. Mendoj se BE
e ka toleruar presidenti Vučić për shumë kohë. Dhe tani kjo deklarat vjen në formë paralajmërimi, si një kërkesë për t'i kërkuar atij që të zgjedhë një rënën. Personalisht mendoj se Vučić do të zgjedhë anën lindore, edhe pse Bashkimi Evropian është partneri kryesor ekonomik i Serbisë, pavarësisht përkatësisë gjeografike. Duhem se Vučić dhe partia e tij kanë qenë gjithmonë pro-rus. Qeveria serbe ngjason me atë ruse, edhe pse pretendon të anëtarësojë vendin në BE. Por në thelb, kjo deklaratë e Vučić që do të ky konfirmim që ai do të vizitojë Moskën nuk është një risi. Por kjo ndodh në një fatkeqësisht në një moment të vështirë kur Serbia po përballet me protestë studentore. Pikërisht, ndjes që ju ndërpres sërish të zonja Biserko, kjo lëvizje studentore e cila është shtrirë në gjerësi dhe në thellësi, ende nuk po ravizohet si një forcë e mirëfillt politike, e cila me një pjesëmarrje të mundshme në zgjedhje të parakoshme mund të sfidojë politikisht vetë establishmentin dhe administratën e presidentit Vučić. Ju çfarë prisni nga kjo lëvizje masive popullore në Serbi? Do të ketë një konkretizim të saj? Yes, it is coming up. Kjo po ndodh, ata do të dalin si forcë politike, do të dalin me një listë në zgjedhje, informacioni për të do të vi ditën e hënë, por ju duhet ende të marrin një vendim, dhe nga sa kam dëgjuar, gjërat janë thuajse të mbyllura. Ata janë këshilluar nga njerëz që u kanë rekomenduar daljen me një projekt politik pra kjo është ajo që do të ndodhë në ditët e ardhshme dhe do të jetë diçka që ne mirëpresim. Dhe pyetja e fundit, zonja Biserko, ka patur shumë protesta, ka patur shumë demonstrata. Presidenti Vučić i ka kapërcyer të gjitha ato me sukses, duke luajtur me zgjuarsi në realitetin e brendshëm, por dhe me mbështetjen e jashtme, si në këtë rast që ju e përshkruat vizitën e patriarkut në Moskë. Ju besoni që këtë radhë edhe sërisht ai do ta kapërcej këtë sfidë, apo lëvizja është masive dhe në një moment të caktuar do të shënoj fundin e presidentit Vučić? Mendoj se mund të mbijetoj për një farë kohe, por mendoj edhe se ky është fundi i regjimit të tij. Ai nuk e do dialogun me përfaqësuesit e studentëve që janë edhe dekan. Ata zhvilluan një takim me kryeministrin, por ishte vetëm një takim paraprak i cili nuk prodhoi gjë. Serbia ndodhet buzëhumnerës pasi studentët nuk do të ndalen. Do të ketë, ne presim që të ketë zhvillime pozitive,
more and more nervous. Dhe Vučić po bëhet gjithnjë e më shumë nervoz. Ai ka filluar shfaqet gjithnjë e më pak, por kur del, ai flet me tone të ashpra dhe nuk është në gjendje të bashkëpunoj me studentët, nuk e pranon protestën e tyre. Por besojmë në një rezultat pozitiv. Zonja Biserko, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndat me ne. Ju jam mirënjohës. Fundjavë të mbarë në vazhdim. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe në rikthim do të diskutojmë me 4 panelistë për zhvillimet më të rëndësishme të politikës rajonale dhe të asaj globale. Mos u largoni vetëm pas pak.
Të nderuar shikues, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Balkan Talks. Në këtë pjesë, siç ju informova, do të fokusohemi tek zhvillimi më i rëndësishëm i orëve dhe i ditëve të fundit. Ecuria e negociatave mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë për sa i përket dhënies fund apo jo të konfliktit Rusi-Ukrainë. Në pjesën e parë të këtij paneli, un kam kënaqësinë që të kem tre të ftuar. Në lidhje direkte nga Washingtoni, un kam të ekspertin e njohur të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të çështjeve të sigurisë ndërkombëtare, zotin Adrian Shtuni. I dashur Adrian, falenderoj që gjete kohë. Përshëndetje Franco, faleminderit për ftesën. Falenderoj. Ndërkohë në lidhje direkte nga Londra, un kam kënaqësinë që të kem profesor Andi Hoxhajin, lektor në King's College University në Londër. I dashur Andi, mirënjohës që gjete kohë për të na u bashkuar. Shumë faleminderit dhe shumë kënaqësi të jemi së bashku dhe me panelin e nderuar. Të falenderoj. Dhe panelisti i fundit për këtë 30 minutësh të parë është zoti Drizan Shala, njëri prej ekspertëve më të njohur të çështjeve të sigurisë në Kosovë. Drizan, falenderoj që gjete kohë. Kënaqësi për mua. Mirëmbrëma Franco për ju dhe për shikuesit dhe për panelin në fjalë. Të falenderoj. Ndërkohë, me mirëkuptimin tuaj, dashur Drizan dhe Andi, doja të fokusohesha fillimisht tek një bisedë intensive me Adrianin, sepse ai ka pak kohë në dispozicion, ndaj doja që të përqendrohesha fillimisht tek ai. I dashur Adrian, duke qenë se nëpërmjet agjencisë Reuters, por edhe agjencive të tjera autoritare ndërkombëtare, ka rrjedhur tashmë plani që ka administrata amerikane në raport me dhënien fund të konfliktit Rusi-Ukrainë. Ju si e keni parë atë në një shikim të parë, paqe me çdo kusht dhe me çdo çmim? Shumë pyetje e mirë, domethënë me 3-4 pika të shpejta, sepse ka rrjedhur, po çfarë ka rrjedhur nuk është nevojshmërisht autentike, pa mund të jetë edhe interpretime ose mund të jenë gjysmake. Unë do flas me ato që kam parë unë, dhe pikë e parë do të thotë që negociatat për gjetjen e një formule paqe janë duke vazhduar në mënyrë intensive, si në Londër, edhe në Moskë, domethënë në Londër është Keith Kellogg. Keith Kellogg është përfaqësuesi i presidentit amerikan, përfaqësues i posaçëm, i cili po komunikon me palën ukrainase, po edhe me Anglinë, Gjermaninë dhe Francën, përfaqësuesit e tyre që janë në Londër. Kurse në krahun tjetër ke Steve Witkoff, që është duke komunikuar me Putinin, edhe sot bile u takuan për një 3 orë, për të vazhduar në mënyrë intensive për ta gjetur atë formulën e artë, le të themi. Pra duket nga ato që po thuhet se palët janë duke lëvizur, por duket po ashtu se askush nuk do që të luaj me përpikmëri sipas rregullave të ndërmjetësuesit, sepse kjo është taktike e njohur që përdoret në negociata, po i kemi parë domethënë sulmet në Kiev, 12 plagosur, 90 të vrarë dhe ishin përdorur raketa balistike të Koreas Veriut. Po ashtu pam sulmin më përpara nga Rusia, disa ditë më përpara në Sami, po ashtu 30 civil të vrarë, sulmet e tjera në Odesa, në Zaporizhia, ka pasur sulme të vazhdueshme. Dhe me këto goditje, për mendimin tim, Putini po mundohet të tregojë se është në pozitë të bëj rregullat, pra të bëj lojën, ose të bëj, le të themi, të bëj rregullat e luftës, dhe s'ka nevojë që të pranoj kushtet që i vë Pikërisht, Trump. Ky është mesazhi që mendoj se është duke dërguar. Në njëjtën kohë edhe Ukraina dërgoi një mesazh tjetër sot, sepse vranë një nga gjeneralët kryesor, pra generalin Moskalik, që ishte, sepse tashmë vdiq, nënkryetari i drejtorisë kryesore operative të shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura ruse. Adrian, ndjesje të ndërpres. Paqja është shumë e rëndësishme, dakord jam unë, por nëse kërkohet me ngut dhe me çdo kusht,
rrezikon që të jetë ndoshta edhe më kushtueshme se vetë lufta. Pikërisht, në këtë përgjigje unë doja të ndalesha sepse me ato që unë kam lexuar, të paktën nga Reuters, presidenti Trump dëshiron armpushim të menjëhershëm, njohjen nga SBA-ja të Krimes si territor rus dhe njohjen de facto të territorit tjetër që i është marrë Ukrainës gjatë pushtimit të fundit. Sanksionet ndaj Moskës do të hiqen. Kievit nuk do t'i lejohet të antarësohet në NATO dhe Zelenski duhet të bjerë dakord që SBA-ja të shfrytëzojë pasuritë minerale të Ukrainës. Unë kisha një intervistë para se të fillonim bashkëbisedimin me Oleksej Gonçarenkon live në këtë emision. Dhe ai duke i dorëzuar Adrian përballë atij presionit të fortë amerikan. E vërtet. Prandaj këtu do e dila. Pjesën më të madhe të atyre që the në lidhje me pikat e planit, edhe unë i kam të njëjta, megjithse Marco Rubio, sekretari i shtetit, doli dhe dje e përgënjeshtroi çështjen e sanksioneve, pra që është duke u diskutuar heqja e sanksioneve si pjesë e paketës. Por është interpretimi. Domethënë, sido që të jetë, korniza e paqes që po diskutohet, i është paraqitur palëve. Dihet që Ukraina tashmë ka humbur 20% territorit, Krimea është humbur që në 2014 dhe në një farë mënyrë gjithë palët e dinë që një farë lëshimi territorial do të ketë, pavarësisht se ka qenë pothuaj e paimagjinueshme që të ftuhet, të gjithë e kanë menduar, të gjithë e kanë ditur, sepse në fundit nuk ke një mënyrë për ta kthyer atë territor, i cili në fundit edhe në aspektin e popullsisë ka popullsi 8.000 ruse. Kështu që është problematike, nuk është një zgjidhje dëshiruar për të zhvendosur territoret, pra për të ndryuar hartën, sepse është edhe problemi i kushtetutës Ukrainës. Dhe Ukraina nuk vendon dot kushtetutën nëse është akoma në këtë situatë lufte. Domethënë, ka disa elemente të shpjegoj teknike, por në këtë moment duket se Ukraina është duke lëshuar shumë dhe Rusia nuk po i kërkohet pothuaj asgjë. Është diskutuar një terren që do ta lëshojë një pjesë territoriale në Kharkiv, nëse s'gabohem, po ajo shumë pak për të konsideruar si një farë shkëmbimi. Një gjë që ishte interesante nga ato që lexova unë se çfarë mund të marrë Ukraina, ishte një farë garancie që jepej për ndërtim, dhe që do të ketë një farë kompensimi që do të marri për të asistuar në rindërtimin e asaj që është dëmtuar. Por asgjë nuk është me detaje dhe është diskutuar edhe kalimi i menaxhimit të qentralit kryesor bërthamor më të madh në Europë, që është nën kontrollin e Ukrainës, për në Zaporizhia. Ai do të kalojë nën menaxhimin amerikan, sepse është goxha problematike ajo pjesa aty, është afër me frontin, dhe marrëveshja e mineraleve duhet të përfundojë nesër. Kjo pritet. Mineralet, marrëveshja midis Shtetit Bashkuar dhe Ukrainës, pritet që të nënshkruhet nesër të shtunën. Këto janë thënë deri tani. Por këto janë gjëra që kanë dalë të rrjedhura. Domethënë nuk është konfirmuar asgjë e saktë, përveç asaj që thash që Marco Rubio ka dalë ka kundërshtuar çështjen e heqjes sanksioneve si pjesë e paketës. Ajo do të jetë veçantë dhe do të jetë pasi të arrijnë palët formulën. Adrian, si e ke parë atë deklaratë Marco Rubios me që e përmende gjatë një udhëtimit të tij në Europë? Ne ua kemi dhënë marrëveshjen, të dyja palët duhet ta nënshkruajnë, të reflektojnë dhe ta nënshkruajnë, nëse jo, ne tërhiqemi plotësisht sepse nuk është lufta jonë. Mendoj që ka një farë frustracioni, ka një farë presioni që po mundohet të ushtrohet. Unë e përmenda edhe më përpara, sipas leximit tim, ka shumë më tepër presion ndaj më të dobtit dhe shumë më pak se ç'duhet ndaj Rusisë. Përse? Kjo për mendimin si e lexoj unë është problematike. Është shumë pyetje e mirë, në këtë pikë mund të t'jap vetëm interpretime të cilat janë anojnë më tepër nga spekulimi, sepse nuk është mënyra se si unë e lexoj, po nuk kam ndonjë gjë konkrete që të ndaj me shikuesit sa i përket sa. Mendoj që qasja e presidentit Trump është e tillë që
e shikon pozitën e Rusisë në një farë mënyre si në pozitë shumë të favorshme, të fuqishme, kurse Ukrainën si në pozitë që nuk ka karta për të luajtur, kështu që është duke u munduar të ushtoj presion aty tek ku është pika më e dobët. Pra aty ku ai e di se mund të marrë ku presioni që ai ushtron mund të ketë më tepër rezultat. Dhe kjo është më tepër e motivuar nga një qëllim për të arritur rezultatin për një kohë të shkurtër. Dhe unë prandaj e thash që në fillim në përgjigjen e pyetjes tonë që paqja po, të gjithë duan paqe, nuk diskutohet, por duhet të balancohen prioritetet afat shkurtra me interesat afat gjata. Prioritetin Trumpi e ka që ta mbylli shpejt këtë kapitull, por shpejtësia dhe ngutja mund të jenë këshilltar shumë të këqij në momentin që Kina është duke parë. Dhe dihet se çfarë ambiciesh ka ndaj Tajvanit, dihet se ka edhe konflikte të tjera të hapura, të cilat mund të marrin një mesazh i cili nuk do të jetë në favor të një paqeje afatgjatë në planin global. Dhe unë kësaj i druhem dhe jo vetëm çështje se sa shpejt arrihet brenda datës 30, sepse kjo është që po luhet tani, që brenda 100 ditëve të para të administratës Trump do që ta vërë presidenti një farë medalje në xhaketën e tij që e ka arritur këtë. Edhe unë Eduard Trokas nëse do arrihet, por nuk duhet të jetë një qëllim me çdo kusht. Paqe me çdo kusht mund të jetë më e kushtueshme se sa vetë lufta. Prandaj duhet të ketë kujdes. Po. Sipas leximit tim, kjo. Qartë. I dashur Adrian, të falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndat me ne dhe mbi të gjitha për gatishmërinë që të bashkëbisedojmë her pas here për tema të tilla vërtet të ndjeshme. Të falenderoj. Je shumë i mirëpritur sa herë që kam kohë, me kënaqësi. Edhe gjithë mirat edhe panelistëve të tjerë. Falenderoj. Profesor Hoxha, doja që ta vazhdonim bashkë aty ku e la Adriani nga Washingtoni. Si e vlerësoni ju këtë qasje të presidentit amerikan dhe të administratës së tij me dëshirën për ta mbyllur konfliktin, për të vendosur paqen, por me çmim të lartë për ukrainasit? Atëherë, ne të gjithë mundohemi që ta kuptojnë Donald Trump edhe qasjen që do t'i bëjë Shtetet Bashkuara të Amerikës, po unë çfarë do ta thoja duke parë zakonisht se si Trumpi ka trajtuar shumë fuqi, Donald Trump mendon se gjithmonë më i madhi dhe më i fuqishmi duhet të fitojë. Dhe në këtë rast, ai duket edhe po shikon që ka shumë zhvillime të mëdha gjeopolitike dhe shikon si kjo çështje e Ukrainës është duke u zvarritur dhe nuk i çon përpara dot disa nga ato objektiva që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë, dhe janë shumë gjëra që ata mund të kryejnë së bashku me Rusinë. Dhe duket sikur Donald Trump me Putinin e kanë gjetur gjuhën e tyre dhe duket nga diskutimet që ata po bëjnë, sigur kanë rënë dakord se çfarë do jetë përfundimi i kësaj marrëveshjes, po aktualisht po presim momentin dhe mënyrën e dur për ta prezantuar publikut. Neve po ta shikojmë, ata që janë në diskutimet në krahun e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Rusisë, janë duke negociuar një sër marrëveshjesh biznesesh, duke nisur që nga minerale të ndryshme, nga kooperime ekonomike dhe zhvillime të ndryshme ekonomike që mund të kenë të këto dyja palët, që shikon një rritje dhe një zhvillim të jashtëzakonshme të dyja marrëdhënieve. Dhe Donald Trump këtë po shikon dhe këtë po favorizon. Ana tjetër pastaj unë çfarë mendoj edhe pak me çfarë po spekulohet dhe çfarë po flitet kryesisht në Britaninë e Madhe dhe kush është në krye ose të paktën nga ana e Rusisë, neve po shikojmë që më shumë po përfshihet CEO-ja që është i Bankës së Investimeve Ruse. Dhe ai praktikisht përfshihet që mund të jetë lideri i ardhshëm i Rusisë, që mund të ta marrë pas ikjes së Putinit, dhe pjesë e kësaj negociate natyrisht është që edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duan ta shikojnë një Rusi përtej Putinit. Dhe
në rastin e Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk dëshirojnë që Putini të humbas, sepse nëse Putini humbet në këtë rast, atëherë i bie që mund të ketë një impakt shumë herë më të madh për sa i përket qeverisjes së Rusisë, dhe ne vedim që nëse Rusia bie dhe mënyra se si Rusia qeveritet, mund të ketë shumë fraksione të ndryshme, dhe ne kemi parë mbasi ra Bashkimi Sovjetik që shumë armë të tyre të ndryshme ranë në duart të grupeve kriminale apo ata që donin të bënin luftë në shumë fronte të ndryshme. Këto janë parimet që Donald Trump i ka qasur. Por kjo nuk do të thotë që është në favor të Ukrainës dhe kjo... Pikërisht, Andi, këtu doja që të nënvizoja. Duket sikur Ukrainës po i imponohet paqe me çdo çmim, paqe me çdo kusht, edhe duke sakrifikuar një pjesë të madhe të territoreve të saj të pushtuara tashmë, qoftë edhe Krimea e humbur në 2013-2014, pra kostoja e paqes është shumë e lartë, por ajo detyrohet sepse pa mbështetjen amerikane e ka thuajse të pamundur që të vazhdojë të luftojë, dhe për të rimarrë këto territore thuajse nuk bëhet fjalë fare. Atëherë, Donald Trump është qartësisht ka ndryshuar qasjen që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë patë për 85 vite me radhë, që të gjitha vendet si i vogli dhe më i madhi kushtëzohen nga ligjet ndërkombëtare. Unë i presidenti Wilson, kur ka lobuar edhe për pavarësinë e Shqipërisë, këtë ka thënë, që të gjitha shtetet duhet jenë parabarta të ligjit, si një shtet i madh dhe ai i vogël. Po për Donald Trump, kjo nuk është se ka shumë rëndësi dhe po ja imponon. Ai çfarë bëri që ishte taktik e tij, ishte që e hoqi mbështetjen që neve e pam pasi e mori shtëpinë e Bar, për t'i treguar Ukrainës që juve pa mbështetjen dhe pa luftën tonë nuk keni çfarë të bëni, dhe ai madje edhe në retorikën e tij e tha edhe para disa ditës, ku i tha që ti pa mbështetjen tonë ti nuk ke asnjë kartë. Kështu ai po ja imponon këtë Ukrainës, dhe do jetë shumë fatkeqësi nëse ka për të ndodhur kështu dhe duk. Dhe çfarë mesazhi do japësh pastaj, sepse një nga frikat më të mëdha që të gjithë kanë është që Rusia nuk është se do kënaqet me kaq. Sigurisht. Të kthehet përsëri për më shumë dhe mund të ketë ambicie shumë herë më të mëdha. Po Donald Trump dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës thonë që ka për të mbyllur me kaq, dhe kjo do jetë goxha fatkeqësi nëse ka për të përfunduar kështu. Por kjo bie edhe tek europianët, sepse europianët kishin 3 vjet që mund një zgjidhje kësaj. Po, do t'i kthehemi pak më vonë. Drizan, të falenderoj për durimin, por duke qenë se dhe Andi në përgjigjen e tij e përmendi ish presidentin Wilson dhe qasjen e tij ndaj Shqipërisë asaj kohe, doja si ekspert i çështjeve të sigurisë, është një temë e cila po shfaqet her pas here. Qasja amerikane ndaj Kosovës dhe mbi të gjitha fokusuar tek baza amerikane e Bond Stilit. Ka informacione sipas të cilave ushtarët dhe ushtria amerikane, ushtarët amerikan, jo vetëm që nuk do largohen, por ajo bazë ka filluar të zgjerohet me qëllim që të shtohet, dhe mund të ketë dhe lëvizje nga baza e Gjermanisë e Nurembergut drejt Kosovës. Doja opinionin tuaj direkt për këtë temë vërtet delikate. Nëse Amerika ushtron presion në Ukrainë, si po sillet ajo në Kosovë? Pra, për ta vazhduar ato që lëm bashkëbiseduesit, edhe Adriani i dërti tha paqja me çdo kusht, dhe zotri Hoxha i tha pa mbështetjen amerikane nuk mund të lëviz asgjë në arritjen e marrëveshjes përfundimtare Ukrainë-Rusi. Pra, kjo padyshim e ka një impakt drejt për drejt në konceptin strategjik të përcaktimit të Ballkanit Perëndimor si një bazament të re të konfrontimeve, ndryshimeve kufitare, politikë ekonomike, ushtarake edhe religjioze. Sepse në qoftë se ne tani më i fokusohemi në aspektin që është diskutuar madje në tabloidin gjerman The Bild, ku një dezinformat para disa muaj plasuar nga vetë strukturat inteligjente ruse, si gjëja bazat amerikane në Evropë, respektivisht edhe në Ballkanin Perëndimor, do të shuhen dhe do të ketë tërhiqje të trupave amerikane. Kjo më pastaj është demantuar madje në emisionin juaj, kemi demantuar pasi të demantuar vetëm nga Pentagoni Amerikan dhe nga komanda evropiane. Do tani më për të rikthyer te pika kyçe asoj pyetjes tënde thelbësore se si dhe çka do të ndodhë me bazën e Bostit, padyshim se
baza e bondësisë do të merr një konotacion ndryshe nga ajo që kemi parë deri më tani, sepse me veç faktin që në 2028 do të përmbyllen marrëveshjen gjithëpërfshirëse të transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në forcat armatose të Kosovës, do të merrë një evaluim edhe në aspektin ndërkombëtar të ndërmështetjes nga ana e Pentagonit amerikan, në të cilën tani me forcat e sigurisë Kosovës ka soft agreement me shumë shtete respektivisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës, baza e bondësisë do të zgjerohet dhe nuk do të ketë karakterin e Ramsteinit që është duke proklamuar në çështje të ndryshme diplomatike, por do të avancojmë në statusin e saj dhe në bazën amerikane, ajo më pastaj do të quhet baza evropiane për ballkonin perëndimor, do të dislokohen dy forca të cilat do të përbëjnë bërthëmën e forcës operacionale të komandës evropiane për ballkonin perëndimor, siç është Amerika dhe Turqia, dhe njëkohësisht kuadër të kësaj baze ne tani më kemi edhe marrëveshjen tripall që Kroaci, Shqipëri dhe Kosova sa i përket aspekteve ushtarake dhe të mbrojtjes, dhe kjo bazë amerikane apo baza evropiane që do të emërtohet padyshim pas 2028-s për ballkonin perëndimor do të merr një konotacion të një bazamenti, kyç të një komande e cila përpos ballkonin perëndimor që do të ketë një impakt të drejtë do të jetë fokusohet edhe në krijimin e një muri mbrojtës që përket influencimit të më të tëshme të asaj që zotëri Hoxha e potencoi të ekspansionit të mundshëm kërkesave pas arritjes marrëveshjes së pashës mes Ukrainës dhe Rusisë nga ana e Putinit. Po, Drizan, në pjesën e parë të emisionit, unë pata një intervistë me zonjën Sonja Biserko dhe analizuam në detaje vizitën e kryepatriarkut serb Profirie në Moskë, takimin me Putin dhe mesazhet tejet politike nga ana e klerikut të lartë serb. Ai ka deklaruar pa Kosovën dhe Republikën Srpska, populli sërb nuk ka të ardhme. Populli ynë dhe kisha jon janë në Kosovë. Pa mbështetjen tuaj dhe të Kinës, nuk e di se çfarë do të ndodhte me serbët në Kosovë. Përse ky përdorim, duke marrë spunto nga pjesa e fundit e bisedës suaj, frenimi i influencës ruse. Si do ndikoj kjo vizit në perspektivën amerikane ndaj Ballkanit Perëndimor për frenimin e influencës ruse nëse e ka këtë qëllim? Tani ne duhet të analizojmë vizitën e shefit të kishës ortodokse serbe. Pra në Moskë, pra është një koncept strategjik, pra përmes kësaj Federata Ruse e çon mesazhin strategjik të saj që përmes forcës së butë krijon atë lidhjen shpirtërore dhe religjioze në mes kishës ortodokse ruse dhe kishës ortodokse serbe. Në anën tjetër, kisha ortodokse serbe përfiton që përmes përdorimit të instrumentalizimit politik që Vučić e ka kishën ortodokse serbe, krijon atë kanalin e komunikimit parapolitik, ta themi me Moskën zyrtare, dhe njëkohësisht është një mesazh drejt për drejt të cilën edhe Vladimir Putin pas takimit që ka patur apo çdo takimit që ka mbatur, është çështja e një sinjali që ne do të qëndrojmë dhe do të krijojmë vazhdimsinë asaj lidhje shpirtërore në mes aleancës serbo-ruse. Por njëkohësisht atë çka potencova Franco është fakti që ne do duhet të fokusohemi në 4 shtylla kryesore të këtij takimit. Pra është shtylla kryesore është ajo fetare, që padyshim është instrumentalizimi i kishës ortodokse serbe për propagandën pro-ruse. Është aspekti i pikës ky që është mediatike, po rritja e narrativës anti-NATO dhe anti-Bashkimit Evropian dhe frymës evropiane dhe demokratike, dhe pika e tretë është çështja etnike, pra nxitjen e tensionit në Bosnjë, Kosovë, Maqedoninë Veriut, pra instrumentalizimi i elementit etnik, dhe njëkohësisht mesazhi apo pika 4 e fushës të ndikimit të këtij takimit është çështja politike, pra mbështetja e aktorëve pro-rus të elementeve politike brenda këtyre shteteve të cilat padyshim brenda çarçeve të Ballkanit Perëndimor, të cilët kanë për qëllim që ta stërgjasin
dhe ta vindin në një konflikt të mundshëm mes grupeve të etniteteve dhe atyre fetare përmes krijimit të një platforme të re për të argumentuar ndërhyrjen e forcës ushtarake dhe për të krijuar një tension dhe një përshkallëzim në bazë të rrethonave që janë duke zhvilluar në aspektin gjeopolitik në mes Ukrainës dhe Rusisë. Po, të falenderoj Drizan. Të nderuar shikues, ne do të shkëputemi për hapësirën e fundit publicitare dhe do të kthehemi pas pak sërish për të diskutuar për realitetin ndërkombëtar dhe impaktin e tij në Ballkanin Perëndimor. Mos u largoni, do të jemi bashkë pas pak.
Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt në Balkan Talks në Euronews Albania. Unë kam kënaqësinë që paneli ton t'i bashkohet për herë të parë në emisionit Balkan Talks zoti Jorgji Kote, një ish diplomat me karrierë të spikatur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë. Zoti Kote, është privilegj për mua që jemi bashkë. Për nuk të gjojtë zëri. Okej. Nuk të gjojtë zëri audio. Ndoshta zoti Kote, është privilegj dhe kënaqësi për mua që jeni në emisionin Balkan Talks. Ju falenderoj. Mi mbrëma ju përshëndes, falenderime për juve. Zoti Kote, si e pati ju, ose si po e shihni ju këtë qasje intensive të presidentit Trump për të ushtruar trysni maksimale ndaj halkës më të dobët në konfliktin Rusi-Ukrainë? Kjo është në vijim të premtimeve që ai ka bërë më parë, madje ju e dini në fushatën zgjedhore presidenciale, ai u zotua që të azite për 24 orë. Pastaj e shtyun 3 muaj. Me sa duket 3 muajt e parë të qeverisë së tij u bën, kështu që ai po nxiton me ngut në fakt kundër shumë rregullave elementare diplomatike, sidomos për negociata dhe për probleme paqe. Siç duket, qëllimi i tij këtu është që ta mbylli sa më shpejt këtë dosje me qëllim që të kalojë në dosje të tjera. Sepse qëllimi i tij tani është e qartë, siç pohohet edhe në shtypin ndërkombëtar, edhe nga analistë politik, evropian, gjerman, britanik, amerikan vet, është që të shëmbi, të çmontoj këtë rend ndërkombëtar që Amerika montoi në 45-ën, e krijoi dhe e montoi, pra të shpërbëj ligjin ndërkombëtar dhe të krijojë ato 3 fuqi të mëdha, pra Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina, duke lënë Evropën, si më thënë, në balt. Dhe pastaj për të vazhduar me qëllime të tjera gjeopolitike që ai ka, por gjithsesi në kundërshtim me të gjithë rregullat e sotme të rendit ndërkombëtar, më thjesht ta themi, për të zëvendësuar forcën e ligjit ndërkombëtar me ligjin e forcës. Pra unë jam më i forti, unë bëj çfarë të dua me ty. Një precedent tepër i rrezikshëm. Megjithatë, zoti Kote, a nuk sfidon edhe kjo? Ju e thatë që sfidon rendin ndërkombëtar siç e njohim ne, por a nuk rrezikon kjo edhe vetë supremacinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëdhëniet ndërkombëtare? Pra ndoshta pret degën mbi të cilën qëndron vetë. Po, keni shumë të drejtë, shqetësimi jo është i drejtë, po me sa duket këtu, dhe këtë thoni sot edhe disa analistë predimor dhe bile kryetari i fraksionit të grupit parlamentar gjerman të CDU-s, Jürgen Hart, po ashtu dhe Kis Veteri, një nga ekspert më të mirë të CDU-s gjermane, dje që ai nuk po e kupton që Putini tani po luan me Trumpin. E dyta, nuk po kupton që duke u prishur me aleatët e Evropës, me të cilët ka 80 vjet që kanë përbërë bazën e perëndimit dhe të rendit të kombëtar, atëherë ai do të dëmtojë dhe interesat e veta në një plan më afatmesëm dhe sidomos më afatgjatë. Por kryesorja, ai çmonton, dëmton perëndimin, pra aleancën e madhe perëndimore, jo të interesave, por në radhë të parë të vlerave, të parimeve themelore, të kartës universale të OKB-s dhe pastaj natyrisht dhe interesat gjeopolitike amerikane, evropiane dhe më gjerë. Po, profesor Hoxhaj, ai më tërhoqi vëmendjen gjatë kësaj jave dështimi i samitit të Londrës. Ishte për të marrë pjesë në të sekretari i shtetit Marco Rubio dhe ai vetëm disa orë më herët se sa të fillonte takimi u tërhoq duke u zëvendësuar sigurisht nga një personalitet siç është zoti Kellogg, por nuk ishte ai pjesëmarrës. Si u prit në Londër kjo lëvizje e diplomacisë amerikane, se bëhet fjalë për sekretarin amerikan të shtetit? Natyrisht në Londër nuk u komentua shumë pozitivisht ardhja e sekretarit të shtetit dhe ishte
në diskutim dhe në vijim të saj, por komendi nuk është se u fokusuar shumë vetëm u duk shumë qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një qasje tjetër për sa i përket vendimarrjes se çfarë do ndodhi dhe planit që Perëndimi do t'i ofrojë, të pak a shumë është lexuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vendosur tashmë se çfarë duan t'i ofrojnë Ukrainës dhe këto vizetimet apo iniciativat që Britania e Madhe dhe Franca ka marrë për sa i përket misionit paqërus, do t'i ngelet mbar Britanisë së Madhe. Po ana tjetër pastaj edhe vetë Britania e Madhe është në një vend po s'do thoya delikat, po edhe vetë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në një negociat për sa i përket marrëveshjes tregtare, sepse që mbas Brexitit Britania e Madhe nuk ka një marrëveshje të re tregtare dhe pritet që të ketë një marrëveshje të re në shtator, ku pritet të ketë edhe vizita zyrtare e presidentit Trump në Britaninë e Madhe. Pak a shumë u anashkalua dhe u fol me goxha kujdes. Mirë po, mesazh raportuar është që Zelenski ka për të ardhur për ta vizituar përsëri Britaninë e Madhe në ditët në vazhdim, nuk është konfirmuar akoma se kur, dhe pritet aty që Britania e Madhe së bashku me Francën mund të japin një plan ose mund të japin disa nga ato siguritë që Ukraina kërkon për sa i përket misionit paqërus, po dhe që të jetë nën ambrelën dhe të jetë nën çadrën që Britania e Madhe së bashku me Europën do të organizojë për sa i përket mbrojtjes Europës. Andi, një pyetje që e kam për ju dhe për zotin Kote, për sa i përket ky zhvillim dramatik i qasjes amerikane ndaj konfliktit Rusi-Ukrainë, sa e ka zgjuar Europën që të riorganizohet shumë me shumë shpejtësi, qoftë për sa i përket vendimarrjes, qoftë për sa i përket dimensionit ushtarak. Okej, ndodhi kjo në Ukrainë, por nëse presidenti Putin bën një lëvizje tjetër në një vend antar të NATO-s, ne sërish jemi të paqartë se cila do të jetë qasja amerikane dhe Europës që i djeg më shumë dhe i dhem më shumë, duhet të marrë masa. Radh parë, Franco, neve duhet jemi sinqertë me publikun dhe me veten tonë, që Europa i përqen shumë parat që vinin nga Rusia përpara se ndodhte ky konflikt. Dhe të jemi sinqertë, Britania e Madhe mbi 500.000 shtëpi në Londër ishin të shitur tek oligarkët rusë. Dhe ishte njëjti problem kudo, kështu që deri atëherë pëlqente. Gjithashtu e njëjti problem ishte edhe në Gjermani për sa i përket gjysmës politikës. Edhe pikërisht. Por aktualisht tani ka patur një farë zgjuajtje dhe kryesisht zgjuajtja është që ajo filozofi që ka qenë më përpara që neve duhet ishim më të integruar ekonomikisht, nuk do na shtynte drejt një konflikti dhe drejt një përplasje. Dhe ajo si teori tani është hedhur poshtë, sepse kjo pak a shumë ka qenë qasje që Bashkimi Evropian ka patur pak në që është themeluar. Dhe kjo ka patur një rizim, po diskutimi aktual dhe u mendoj që neve do kemi shumë më qartësi tek samiti që do mbaj Britania e Madhe me Bashkimin Evropian në fund të majit, aty pritet që të jetë dhe të lançohet deri diku një plan i ri për sa i përket mbrojtjes së Europës. Aty po flitet që të bëhet ose një organizat e re dhe të jetë një çadër e re ku do jetë edhe Britania e Madhe dhe Turqia dhe vendet e Bashkimit Evropian dhe aty do çojnë edhe Ukrainën, ose do jetë një propozim i ri ku kryesimin e NATO-s atë le të themi organizatën e NATO-s ta marrin kryesisht europianët, që do të thotë që europianët do shpendojnë shumë më para tek NATO dhe ky të jetë një plan për 10-15 vite të ardhshme. Po që ka patur një zgjidhje natyrisht që ka patur një zgjuajtje sepse të gjitha vendet e kanë rritur për sa i përket GDP-n e tyre dhe mbështetjen që po bëjnë ushtarake. Por a do jetë kjo mjaftueshme ne nuk e dim, sepse në fund ne jetojmë edhe në demokraci. Dhe për momentin, për shembull në Britania e Madhe, debati më i madh është që po hiqen nga investimet në shkolla dhe po çohet në armatim. Edhe kjo është një debat që po bëhet në gjithë Bashkimin Evropian dhe neve nuk e dim se çfarë do ndodhi kur të vinë zgjedhjet e ardhshme. Kjo është e vërtet. Zoti Kote, pak a shumë të njëjtën pyetje. Si e shihni ju reagimin e 3-4 vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, pra të Europës perëndimore, kundrejt fuqizimit apo daljes së Rusisë me sukses nga ky konflikt i armatosur që startoi 3 vjet më parë në Ukrainë? Unë jam dakord me profesor Andin, e tha shumë bukur në fakt, to janë pasojat e gabimit fatal që bëri Bashkimi Evropian në 10-15 ditët e fundit,
me atë diplomacin appeasement, diplomacy që quhet, pra diplomacia qetësuese, zbutëse ose përkëdhelëse, dashur ta marrim kështu, me qëllim që duke forcu bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar me Rusin, ajo do përfitonte dividendin e paqes dhe Rusia, Putini do bëj djali mirë, do bëj djali urtë, nuk do të mberte agresione. Tani Bashkimi Evropian dhe Gjermania, që ishte e para në këtë politikë të gabuar, e kanë kuptuar të gabim dhe siç e përmendi dhe Andi, ka filluar ai që quhet europianizimi i NATO-s, ta quajmë kështu. Pra që NATO tani të drejtohet, të organizohet nga Bashkimi Evropian në rast se, por me sa duken bathët, Trumpi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do të largohen ose nuk do të kryejnë detyrën që kanë për zbatimin e nenit të famshëm 5 të mbrojtjes kolektive. Ka një problem këtu, në rast se një vend i NATO sulmohet për shembull, edhe sot edhe nesër Amerika mund të dërgojë një kontingent ushtarësh, siç mund të dërgojë edhe nesër si Shqipëri, por nuk është ky problemi. Problemi është a del garant Shtetet Bashkuara të Amerikës me fuqinë e saj të madhe ushtarake që të mbrojë vendet e NATO-s. Për këtë ka shumë thënë tani edhe ditë e fundit edhe sot bile ky filozof i madh gjerman që është Jürgen Habermas thotë që mbaroi perëndimi dhe bashkë me të Pax Americana. Po ashtu ish ministri i jashtëm Joschka Fischer ose ky Thomas Jäger, zëdhënësi i CDU-s, të gjithë këto sot lidhur me qëndrimet që po mban Shtetet Bashkuara të Amerikës, lidhur me këtë marrëveshjen e paqes, shprehen që ne tani nuk mund të kemi më shpresë dhe nuk duhet më të presim nga Amerika, edhe pse përpjekjet dhe marshet diplomatike natyrisht do të vazhdojnë. Por ne duhet përgatitemi vetë për t'i bërë ballë çdo agresioni tjetër nga Rusia. Këtu ka dy probleme. E para, fillon që tani me Ukrainën, pra të mbrojmë Ukrainën me një paqe të vërtetë të qëndrueshme, jo si kjo që propozohet, që quhet më të drejtë pushtim, kapitullim i Ukrainës dhe bashkë me të i Evropës. Por një paqe të vërtet. Dhe e dyta, Europa të forcoj kapacitetet e saj të kthehet nga një bashkim ekonomik dhe politik dhe një bashkim të madh mbrojtës. Dhe ju dini tani, 800 miliardë euro që miratoi BE-ja, 500 miliardë Gjermania, po kështu vende të tjera, ka shumë sfida, shumë vështirësi, po kësa i thonë të dy duart për një kokë. Pra Europa tani duhet mendojë seriozisht me, por edhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që Putinit të mos i lërë asnjë shans. Qartë, duke qenë se kemi dhe vetëm 7-8 minuta kohë dhe unë kam një panel kaq unikal për të bashkëbiseduar, doja zoti Kote ta filloja me ju dhe për të kaluar pastaj tek Drizani dhe tek Andi. Impaktin e politikës amerikane në Ballkanin Perëndimor duke u fokusuar tek Kosova. Pak më herët zoti Shala tha që për Shtetet e Bashkuara për bazën amerikane të Bond Stilit kanë plane konkrete për ta zgjeruar dhe për ta shndërruar atë në bazën europiane të tyren. Pra, ju shihni, çfarë po ndodh në krahun lindor të Europës e analizuam, por si e shihni ju me ingredientët që ne kemi aktualisht qasjen amerikane ndaj shtetit të Kosovës duke u fokusuar tek dimensioni i sigurisë dhe atij ushtarak? Po, ju keni të drejtë, po mendoj që në situatën tanishme ky është një problem pak dytësor që do të dali mbas zgjidhjes së problemit të parë. Pra ju e keni parë që nuk është se ka në një interes shumë të madh amerikan dhe kjo është natyrshme. Ka vetëm 3 muaj qeveria e Trumpit, por mendoj se interesi do të ringjallet pasi aty kemi të bëjmë një zonë strategjike me një interes strategjik të vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu si e përmenditon për Ballkanin, sepse gjithsesi ajo mendon për ekuilibrin e fuqisë për të kundërshtuar nesër edhe Rusisë. Kështu që ky është një premtim, është një premis e mirë pozitive që ne duhet të shpresojmë, edhe pse Amerika rrezikohet të tërheqë trupat nga Evropa. Ju dini, kanë 100.000 trupa në Evropë nga 300.000 që kërkohen të jenë gjithsej. Gjithsesi, e mira është mos abuzojmë me këtë, mos spekulojmë, por të presim, të shikojmë zhvillimet me Ukrainën. Ky është sot në plan të parë dhe në vartësi të saj pastaj do të shikohet dhe problemi me Kosovën dhe urojmë që të mos ketë një marrëveshje të kësaj natyre lëre ose mere.
tekit Orlivit, ashtu si po veprojë tani me Ukrainën. Ndryshe, Kosova mund të dali, si më thënë, e humbur në këtë mes. Por unë besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta vazhdojnë mbështetjen e tyre për shkak të interesit të tyre strategjik në atë zonë. Zoti Kote, ju jam shumë mirënjohës për kohën dhe opinionet që ndave me shikuesit e emisionit Balkan Talks. Ju falenderoj sinqerisht. Te kënaqësi për ne, falenderit juve. Faleminderit. Drizan, doja që të vazhdoja pikërisht aty ku e la zoti Kote. Ai nënvizoi një fjali. Kosova është interes strategjik dhe kam përshtypjen me presidencën e presidentit Trump është ky dhe vetëm ky thelbi i interesit të drejt për drejt amerikan në Kosovë. Padyshim që aty ku la ishte diplomati shqiptar, pikërisht Kosova është vend strategjik, për këtë arsye mund të themi që për herë po ka ndodhur në diplomacinë amerikane që mos kemi ambasador të emëruar në Republikën e Kosovës, po jemi vetëm një ushtrues detyre. Dhe si pas gjitha gjasave, Frankon ne kemi potencuar për mediumin e juaj në të kaluarën që ishte planifikuar dhe vizita e Richard Grenelit në Ballkanin Perëndimor gjatë muajit prill, pra një gjë e tillë nuk ndodhi për arsye të zhvillimeve dhe karakteristika që kanë karakterizuar dhe zhvilluar politikën e mbrojtshme amerikane. Dhe mbetja e Kosovës pa një ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka informacione jo të konfirmuara, po të cilat janë duke kaluar dhe në çartet e ndryshme të Senatit dhe të Kongresit, që mund të vijë një befasi me një impakt drejt për drejt në arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, sepse çdo prolongim i mundshëm i konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë ka ingerenca të ndryshme politike, ka në aspektin e aktiviteteve. Ka një emër Drizan në bazë të informacioneve që disponon. A ka një emër për sa i përket cilit mund të jetë ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Mund të ketë një befasi të jashtëzakonshëm që në krye të ambasadës së Republikës Kosovës, ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Republikën e Kosovës do të përcaktohet për një periudhë të caktuar Richard Grenell. Për këtë gjë tani më janë duke Richard Grenell të jetë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, ndoshta me qëllim që edhe të mbyll dialogun me Serbinë. Pikërisht sepse është i vetmi person që dhe njeh bazamentin dhe tematikën politike të këtyre 8 viteve të fundit që kanë karakterizuar rajon e Ballkanit Perëndimor, është i dërguari special i presidentit Trump për arritjen e marrëveshjeve dhe operacione të specializuara dhe mbetja vakant e platformës politike të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kosovë, sipas indikacioneve dhe informacioneve në Senat, ka impakt që Richard Grenell do të jetë i dërguari special i shtëpisë i Departamentit Amerikan të Shtetit si ambasador në Republikën e Kosovës derisa të arrihet marrëveshja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë dhe për këtë gjë tani më edhe veprimet që nuk ndodhen nga ana e diplomacisë amerikane dhe mbetja e sprasirës së pozitës së ambasadorit për grit potencialin e mundshëm që ne jemi duke lëvizur në atë drejtim. Po, Drizan të falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet tuaja që ndat në këtë emision. Si gjithmonë, janë të befasishme, por shpesher në më të shumtën e rasteve janë konfirmohen, koha i konfirmon ato. Të jam shumë mirënjohës. Falenderoj. Andi, doja që ta mbyllnim bashkë këtë bisedë. Në bazë të perceptimit, si e sheh ti qasjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor duke u fokusuar në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë? Përsa i përket që Bashkuarat e Amerikës nuk mendoj se do ketë një ndryshim drastik nga çfarë ka qenë më përpara. Natyrisht palët dhe neve çfarë shikojmë kësaj here janë shumë herë më të interesuara për shkak sepse neve kemi dhe për herë të parë një president të Shtetit Bashkuar të Amerikës ku familjarët e vet kanë investime në Ballkanin Perëndimor dhe natyrisht ato e bën që të ketë shumë më interes për rajonin. Po përtej kësaj, unë mendoj se administrata e zotit Trump do që t'i marrë një zgjidhje në Ballkanin Perëndimor, sepse ata shikojnë që është në interes të Ballkanit Perëndimor. Por përtej kësaj, shumë ngelet edhe se çfarë do bëjë Bashkimi Evropian, sepse në fundit që Bashkuarat e Amerikës e bërën detyrën e tyre, nëse neve e marrim kështu përpara 15 vitesh dhe ja lanë
Bashkimit Evropian që Bashkimi Evropian ta çonte në fund dialogun dhe ata kryesisht kanë qenë gjithmonë mbështetës të Bashkimit Evropian. Por në këtë rast Bashkimi Evropian as vetë nuk e ka ditur se çfarë do të bëjë me politikën e saj të zgjerimit dhe shpeshherë ka folur që neve duhet të reformohemi një herë brenda pa neve të kemi një zgjerim. Dhe ajo pastaj ka kthyer të gjithë si një cikël që shpeshherë shkon në krizë pas krize. Mirë po, me luftën në Ukrainë tani duket sikur dinamikat brenda Bashkimit Evropian ka ndryshuar dhe është një frikë goxha e madhe që në Ballkanin Perëndimor mund të jetë një shesh lufte, siç edhe sekretari i shtetit David Lamy gjatë vizitës që bëri në Ballkanin Perëndimor në Kosovë dhe në Serbi, kur u kthye, tha në Britaninë e Madhe që ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm sepse mund të ketë përplasje të ardhshme dhe Putini e kërkon që ta ketë këtë. Që ka një farë vëmendje. Po qasja dhe rari që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kenë, mendoj se neve do ta shikojmë dhe do ta shikojmë në vazhdim kryesisht se çfarë ka për të ndodhur me Ukrainën. Dhe pastaj ne mund të bëjmë një analizë, por nuk shikoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë për të tërhequr në Ballkani Perëndimor, për shkak sepse të investimeve që ata kanë bërë kryesisht në Kosovë dhe shikojnë në favor. Dhe siç edhe juve e parashtruar më përpara është një bazë dhe disa nga bazat duan t'i heqin edhe t'i çojnë në Kosovë dhe ato janë edhe të lidhura ngushtë edhe me kostot, sepse vetë zoti Trump ka thënë që ai do t'i uli kostot. Dhe pjesa e uljes së Kosovës është edhe që po mbyll disa ambasada ose ka propozuar të mbylli disa ambasada në vendet e Afrikës apo disa baza që ato nuk përdoren shumë. Dhe në këtë rast mund të jetë edhe në favor të Kosovës dhe natyrisht edhe të Shqipërisë. Dhe ne shpresojmë ashtu. I dashur Andit, jam shumë mirënjohës për kohën dhe opinionet që ndave me shikuesit tanë. Shumë faleminderit dhe fundjavë të mbarë në vazhdim. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi, fundjavë të mbarë edhe t'ja kaloni sa më mirë dhe shumë kënaqësi si gjithmonë. Të falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Takimi ynë i radhës është nesër në orën 18. Deri atëherë nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.